Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, në ditën e dytë të vizitës në Bruksel, mori pjesë në Kongresin Zgjedhor të Partisë Socialistëve Europian. Gjatë darkës së liderëve europian, organizuar nga presidenti i Parlamentit Europian Martin Schulz, kryetari Rama zhvilloi takime dhe bashkëbisedoi me një sër drejtuesish të SMAJT-s europiane, si kryeministri belg Elio Di Rupo, kryeministri rumun Viktor Ponta, kryeministri austriak Faymann, presidenti internacionale socialiste Papandreou dhe lider të tjerë të partive të majta në Francë, Gjermani, Greqi, Holland dhe Danimark. Gjatë ditës së dytë të Kongresit, delegatët zgjodhin presidentin e ri të Partisë Socialistëve Europian, zotin Sergej Stanishev, i cili i pyetur për të ardhmen europiane të Shqipërisë është shprehur. Vendi që sot i bashkohet Bashkimit Europian duhet të përmbush një numër kriteresh politike dhe për mua standardi demokratik është një prej këtyre kritereve më të rëndësishme politike për të bërë antar në Bashkimin Europian. Ju do shihni një deklaratë e cila do të adoptohet sot në mbrëmje pas debateve. Ne kemi një paragraf të veçantë mbi standardet demokratike, sepse ne do të kërkojmë që këto standarde të implementohen. Ne do të vendosim një mekanizëm kontrolli mbi këto standarde, jo vetëm për ata që duan të antarësohen në Bashkimin Europian, por edhe për ata që janë pjesë e Bashkimit Europian. Ne do të krijojmë një mekanizëm kontrolli për standardin e demokracisë. Në zgjedhjet e ardhshme, standardet demokratike duhet të zgjerohen dhe PSE do të jetë atje për të monitoruar këtë proces. Po në këtë kongres, kryesocialisti Rama u zgjodh antar i presidiumit të Partisë Socialistëve Europian. Hera e parë që një drejtues i majtë shqiptar zgjidhet në një forum kaq të lartë të drejtuesve socialist. Në përfundim të kongresit, kryetari Rama u shpreh se kjo zgjedhje është një peshë e rëndësishme për të. Është padyshim një nder për mua dhe sigurisht edhe një peshë më e rëndësishme e Partisë Socialiste të Shqipërisë në këtë forum kaq të rëndësishëm të familjes përbashkët socialiste europiane, edhe në funksion të perspektivës europiane të Shqipërisë. Ndërkohë, i pyetur se çfarë ndikimi do të ketë alternimi i politikave të Partisë Socialiste Shqiptare me ato europiane, kryetari Rama vlerësoi se era në gjithë Europën po fryn majtas dhe se fitoren e vitit 2013, Partia Socialiste do ta bëjë të paprekshme. Ky vit me disa fitore dhe posaçërisht me fitoren në Francë, konfirmoi se era tani më ka filluar të fryjë majtas, fitoret e pritshme pas pak kohe në Lituani dhe në Rumani do të jenë në vazhdën e këtij konfirmimi dhe unë vetë nuk kam dyshim që fitoreja jonë në 2013 do të bëhet pjesë e këtij karvani fitoresh të smajtës europiane në rang vendesh të ndryshme. Sigurisht, duke përsëritur që edhe kjo përfshirje në presidencën e Partisë Socialiste Europiane do të jetë një ndihmes shumë e rëndësishme në funksion të mbajtjes ngritur të vëmendjes së familjes europiane ndaj zgjedhjeve në Shqipëri, sepse në fundit ne i fituam zgjedhjet dhe më parë, por nuk u zgjodhëm, ndërkohë që 2013 do të jetë viti i konfirmimit tonë si një forcë e zgjedhur, ku fitoria pas një dyshim do të na takojë dhe ne do ta bëjmë atë të paprekshme. Një nga shprehjet më të qarta të vullnetit të këtij kongresi është vullneti për të mbështetur njëri tjetrin dhe padyshim Partia Socialiste Europiane me presidentin e ri do të jetë një forcë mbështetëse për të gjitha partitë anëtare të kësaj familje dhe nga ana tjetër unë dua të shpreh bindjen time që në zgjedhjet e ardhshme me programin ton për një ridhje shqiptare që ja tashohet shumë bukur edhe programit përbashkët për një rilindje europiane do të jemi një forcë e rëndësishme fituese për Shqipërinë dhe për rajonin.